52 deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi 27/6/2025 në ora 11. Derisa vetëm numrat, data e ndonjëherë edhe ora ndryshojnë, fjalia tashmë e zakonshme e kryesuesit të përkohshëm Avni Dehari u përsërit edhe në dështimin e 37 për konstituimin e legjislaturës së re të kuvendit. Vazhdimi i seancës që nisi më 15 prill u ndërprej në mungesë kuorumi, pasi vetëm 52 nga 92 deputet të pranishëm në sallë votuan. Partitë politike, ndërkaq, nuk lëvizën nga pozicionet duke përsëritur në masë të madhe edhe fjalimet. Fjali e re ishte përgjigja që kreu i lidhjes demokratike Lumir Abdigjiku i dha kreu të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili tha se ish opozita, po ja zgjat mandatin qeverisë në detyrë. Mos i dëgjoni gjithë njerëz që flasin gjërat pa fije inteligjencë. Si po ja zgjasin mandatin zotin Kurti. Është jo legjitim, nuk ka mandat, e ka uzurpuar detyrën e kryeministrit edhe të deputetit në njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë të tillë. Është urgjente të bëhen institucionet e Kosovës. Pasi përsëriti akuzat për blokad ndaj partive që legjislaturën e kaluar ishin në opozit, e propozuara e LV-s për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu tha se nuk e ka dëgjuar deklaratën e Abdigjikut, por i qëndroi asaj të shefit të partisë. Ta përdit flasin kundër qeverisë, në vazhdimsi flasin se si qeveria Kurti ka qenë qeveria më e dëmshme ndonjëherë, por në anën tjetër duket që as vetë nuk ju besojnë fjalëve të tyre, sepse thjesht po e zgjasin mandatin e qeverisë tonë. Nëpërmjet deputetës Vlora Qitaku, Partia Demokratike akuzoi partinë e parë për krijimin e një bllokade të papranueshme, siç shprehimisht u tha, për shkak të kryenetësisë dhe papërgjegjësisë së lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit. Dëgjojmë edhe deklarimet qesharake, ku gjoja thuhet se i ka numrat për qeveri, po nuk i pas ka numrat për krye parlamentare. Kjo situatë nuk do koment, është pa përgjegjësi. Derisa kreu i AK-s Ramush Haradinaj u shpreh i brengosur për situatën, ai i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj u përgjigj duke thënë se Kosova është në situatë më serioze se sa deklaratat e Kurtit. Paraqeshin një shqetësim që ekziston në shoqërinë tonë, është shqetësim real. Ka dalë duhet më ikë nga kalkulimet, edhe lojra fjalësh, po duhet të fokusohen të përqendrohen për mbushjen ato që presin qytetarët e Kosovës, ato që pres shteti i Kosovës, sa më shpejt, edhe ashtu jemi të vonuar, tepër të vonuar, të ulën edhe të dalin marrëveshje politike. Të premten e 27 qershorit, kur do të mbahet vazhdimi i radhës i seancës konstituive, bëhen 3 muaj nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit.